سائم الهوى سأمضي في دروب المجد إني رأيت المجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala. Mëshira e Allahut qoftë me pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Allah subhanahu wa taala shpërbleft hafuzin për ftesën që na e ka bërë dhe e lutim me Allah subhanahu wa taala që na bëj prej atyre që sadopak mundohemi me përhap fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: "Wa'lamu anna fikum rasulullah." Dini se ju e keni një pejgamber, ajo është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në këtë kohë kur ka zbrit ajeti, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kon gjallë. Mas vdekjes e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në mesin tonë është hadithi, fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në hadithin e sakt, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Taraktukum ala mahajjatil bayda." Ju kum lënë juve në një sipërfaqe të shndritshme. Lejluha kenahariha. Nata është sikur dita është shndritshme. La yazighu anha illa halik. Nuk devion nga feja islame vetëm se ai që është i shkatruar në zemrën e vet. Kushdo që dëshiron me mësua rrugën e drejtë ka mundësi me mësu. Për shkak se ne e kemi në durët e tona fjalën e Allahut, librin e Allahut, Kur'anin, dhe e kemi në durët e tona sunetin, hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe shihni se pasuesit e sunetit ose ehli suneti dhe xhamati i kanë specifikat e veta, veçoritë e veta. Nëse shumica ose të gjithë thonë ne jemi në rrugën e drejtë. Grupet e devijume të gjithë pretendojnë se janë në rrugën e drejtë. Por për me qenë në rrugën e drejtë ka veçori, ka specifika. Prej veçorive që i ka ehli sunneti, e që është grupi i vetëm në të vërtetën, të tjerët janë të gjithë të devijuar, për shkak se në hadithin e sakt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Ummeti jam ka mundan 73 grupe, kulluhum fin nar", krejt janë në zjarr. Mos më kanë devijum, nuk ishin shku në zjarr. Nuk janë të devijuar vetëm pasuesit e sunnetit, ehli sunneti wal jamaa. Pasuesit e sunnetit dhe xhamatit. Kush është xhamati i sunnetit? Sahabët. Xhamati i sunnetit, pasuesit e xhamati, ehli sunne, ne pasojmë hadithin, sunnetin. Qysh ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe xhamatin, ku na xhamat? Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa është xhamati? Nuk është xhamati që e bojnë devijum 1400 vjet mas. Kjo është xhamati, s'po veti me xhamati, po xhamatin e kitë të devijuar. Porosia që ka ardhur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me u përmbajt te xhamati, nuk është xhamati aktual që gjinet ku je ti. Po xhamati që ka qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ky është pasimi i sunetit dhe xhamatit. Nga se xhamati që nuk e pasojnë sunetin,
nuk janë xhamati pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë specifikat e Ahlusunnetit janë në ndalesat e tyre dhe urdhëresat mbështeten në fjalën e Allahut në Kur'an dhe në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë, veçori e Ahlusunnetit është me mbështet në fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, janë dy. Dhe veçoria e tretë, ala fehmi sahabe, sipas kuptimit të sahabëve. Ne nuk mundna me thonë për Kur'anin, unë e menoj kështu, se s'kena drejt. As nuk mundna me thonë për hadithin sipas kuptimit tem të hadithit, se s'kena drejt. Po e lexojmë Kur'anin, por ajetet sipas asaj që i kanë kuptuar sahabët, që ashtu i kuptojmë edhe na. E lexojmë hadithet dhe sipas kuptimit të sahabëve, që i kanë kuptuar sahabët këtë hadith, që ashtu do të me kuptuar edhe na. Dhe kështu thotë Allahu subhanahu wa taala, wa alamu anna fikum rasulullah, dini se ju në mesin e juve e keni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam sa ishte gjallë, kurse për neve në mesin e juve e keni hadithin e saktë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur e kemi hadithin e saktë në dorë, është nder dhe krenari, por është edhe përgjegjësi e madhe. Nga se Allah subhanahu wa taala ka më na pyet, nëse se kena mësue, pse se keni mësue? Nëse kena mësue, pse nuk e keni praktiku? Qysh ka thonë Allahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Dhe rrugë për shpëtim nuk ka, vetëm nëse e mësojmë, e besojmë dhe e praktikojmë me sinqeritet ato që ka thonë Allahu, ato që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe në kuptimin e asaj që kanë kuptuar sahabët. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith të cilin e transmeton Imam Muslimi sahih, betohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Allah subhanahu wa taala, nuk ka kush që ndëgjon për mua që kam marrë si pejgamber, dhe për atë që më shpall Kur'ani, e pastaj nuk më beson, illa adkhalahu Allahu an-nar, ka me qua Allahu në xhehenem. Për këtë mundësia për arsye tim është shumë e vogël. A keni ndëgju se o kon një pejgamber, një njeri me emrin Muhammed i dërguar i Allahut? Po. A keni besu atij ajo? A keni mësu fjalët e tij ajo? A keni punu sipas asaj që ka thonë ai ajo? Nëse jo, në xhehenem. Nuk ka arsye. Jo, thoj ka ai, jo kam pas më shku aty, jo kam pas këtë punë, jo, nuk ka arsye. A keni dëgju për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam? Po. Pse s'ke besu edhe s'ke punu që shka thonë ai? Po shka ka dërguar Allahu? Pse është ai dërguar me Allahu? Allahu ka dërgu me nxjerr njerëzit nga errësira në dritë dhe me i shpëtua nga zjarmi i xhehenemit ata të cilët e besojnë edhe pasojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në hadithin të cilin e keni dëgjuar secili prej juve, në natën e vorrit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë vinë melekt edhe e pyesin secilin person, kush është Zoti yt? Ai që ka qenë besimtar, që ka ditë me argumente, thotë Allahu. Pastaj thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thonë melekët, kush është që ky njeri që u dërguat te ju? Për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ata që e kanë ditë, ata që e kanë mësu, se ti s'mundesh me ditë pa mësu, ose u kondosh me lexu, ose me ndëgjua nga njerëzit e cilët e dinë. Besimtari thotë kjo është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Kurse munafiku thotë pejgamberi sa thotë valla nuk e di, thoshin kanë thonë kanë përmend. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thonë melekët la drejtë wala të lejtë. Nuk e ke ditë, as nuk e munu me ditë. Si ke thonë zor me ditë. Nuk pas interesu me ditë, e kishe ditë. Por
nuk je interesua me ditë. Nga kjo themi se nuk ka kush që ka mundësi, ka qasje në argumente dhe nuk I din veç se ka me hi në zjarë. Kushdo që ka qasje, ka mundësi me mësu fenë, por nuk e ka mësue, nuk ka arsyetim të Allahu subhanahu wa ta'ala. Qysh me mësue? E shkru me në Kur'an, thjesht. E shkru me në hadith, thjesht. Ne jetojmë begati. Ne jetojmë begati. Sahabët kanë pas punë tronë, me ngu e mirë çka po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos më harrua asnjë fjalë për Kur'anit. Masanena me të bua me shkrue. Masane dietarët e hadithit e kanë hecë krejt botën me I verifikua, me I saksua hadithet, me gjetë cila ka I let, cila s'ka, cila është e sakt, cila është e pasakt. Na I kena këtë hazër Allah, hiç kena mu lodh, hiç, kur gjo hiç. Asnjë sen veç me shpletue edhe me lexu. Edhe ka mundësi, falëndërimi takon Allahut, por gjithë se cilën me pyet dikon që është meritor edhe jep përgjigje për atë që kemi nevojë. Me mësu librin e Allahut, sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ala fahmi sahabe, sipas kuptimit të sahabëve. Pse them sipas kuptimit të sahabëve në këtë pikë? Për shkak se Allahu subhanahu wa ta'ala ka thonë në Kur'an, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Nëse ju besoni qysh kanë besua sahabët, jeni në rrugën e drejtë. Nëse ju besoni qysh kanë besua sahabët, jeni në rrugën e drejtë. Kështu sa letër çështja. Me pas lona Allahu subhanahu wa ta'ala dikujna tjetër, me besu ata që shbo besojmë ne, ata e në rrugën e drejtë. Qëfar kushte kishmi plotësu na, që nëse dikush beson si pas neve, ajo është në rrugën e drejtë. Por gjdo pyetje që e kena në kokat e tona, veç do të më kthye, sahabët që shkanë bërë për këtë punë? Se mashtrues janë ata të cilët I devijojnë njerëzit nga të pyeturit që shkanë vepruar sahabët. Mashtrues. Por gjithë se cilën çështje, Islami e ka përgjigjen. Por gjithë se cilën çështje, Islami e ka përgjigjen. Ma farratna fil kitabi min shay. Thotë Allah, nuk kemi lënë pa asqaruar në libër asnjë çështje. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se me vdek, Allah subhanahu wa ta'ala I ka zbrit ajet, el-jawma akmaltu lakum dinakum. E kom plotësu fen. Që shka mundësi, ka në I pyetje, do të më dhënë përgjigje të kohës se s'ka përgjigje të pejgamberit në Kur'an, në hadith, në praktikën e sahabëve, ja, s'është e vërtet. Nuk ka një pyetje, veç se, ose nuk na shfaqet neve një nevojë, veç se do të më kthye të sahabët me këshyren, qysh u konë, qështu një rast I ngjashëm me sahabët, qështu e bëjmë edhe na. Nëse vecin për prej mashtrimeve shumë të mëdha që I kanë bë të devijuar në emër të fesë, me deviju musliman për zgjedhjen e udhëheqjes. Jo po atër s'ka pasë, që s'ka pasë? S'ka pasë sahabë të udhëheqja. Shumë thjesht është. A bën me bo, që të bën me bo? A kanë bo sahabët Allah? Jo se kanë bo ata, po ku do me shku të ndryshe? Së konë kohën e sahabëve, nuk është e vërtet, u konë. Sahabët kanë pas përgjegjësa në mesin e tyre. Çish kanë bo? Çfarë më thoni ju? Ju në bo me qafira, me mushrika, me munafika bashka. Rrenë është kjo, devijim është. Ata kanë pas formën e vet. Forma e dur është kështu. Këto tjerat, këto s'janë duhura. Pse po përzihesh aty? Përgjigjja është e thjeshtë. Sahabët a kanë bërë çdo? Jo. Pse po shkon ti me bë? Po ata që kanë bërë as me bojnë, ani të rrifra. Mos bën ndryshe për asaj që se kanë bërë sahabët. Nëse dalim para Allahu subhanahu wa taala thonë, o Allah, ne nuk mujtëm me bë që kanë bërë sahabët edhe e lam.
Ka problemi. Ama këta dalin thonë, o Allah, nëse bëm që shka bërë sahabët, po ta ne u këthim e bëm që bëm qafirat. Qysh kështu? Ku është spjegimi i fesë kështu? Ose, për shembull, për gjithsesi në çështje tash është vitin ja bëna s'bëna mjarua, mos mjarua, me hongër dhe rota dhe mos me hongër. Pse i bëni gjithë nga tresa? Veç këthenu, sahabët a kanë bëha, se kanë bëha. Të pa që në bëha, ta bënë edhe ju. Se kanë bëha, ta mos e bënë mes na. Pa që ndurua ta, roni edhe ju, s'pa që ndurua ta asna. Nëse kanë hongër ata, kretë shumë thjesht është. Nuk ka nevoj me ingatruar çështjet. Nga se Ehlu Sunneti e mbështet fejen në fjalën e Allahut, fjalën e saktë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sipas kuptimit të sahabëve. Ktheu këshire, sahabët e kanë fituar xhenetin çashtu shëngon. Ata kanë garanci. Thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, radiyallahu anhum. Allahu është i kënaqur me sahabët. Wa radu an, edhe sahabët janë të kënaqur me Allahun. Sahabët e kanë merituar xhenetin, çashtu që shëngon. Kush do që rrit çashtu, edhe ai ka xhenetin. Tash pse po hez djatha se në shmojt? Ata e kanë garantuar me çat rrugë. Ti me rrugë tjetër që e nxjerr përveç sahabëve, çfarë garanci e ki? Ne do t'i përmenim disa vetëm veprat sahabëve, edhe pse ato janë shumë, edhe sahabët janë shumë. Allah subhanahu wa taala qoftë i kënaqur me ta. Nga se mendohet se në haxhin lamtomirës me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e kanë bërë haxhin 140.000 sahabe. Veç 10.000 prej tyre janë vëros në Medinë. 130.000 tjerë janë vëros në për dunjo që kanë shku me përhap fjalën e Allahut e fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtu duhet me kuptue rëndësia që sahabët ja kanë dhënë davetit. Cila është pesha e davetit? Këshire, pe 140.000 sahabeve, 130.000 kanë vdek jashtë Medinës të më davet, se ata s'kanë shkuar për turizëm. As nuk kanë shkuar me punue për interesat e dynjos të veta, gjithë se cili prej tyre fi sebilillah, në rrugën e Allahut. Dhe i fundit prej tyre që vritet në hymjet të Stambollit, Ebu Ejub al-Ansariu, 101 vjet. Ku shkon ti 101 vjet me Allah? Me përhap fjalën e Allah, fjalën e pejgamberit sa. Pe Kuvejt, pe Medinës në Stamboll. Qysh në kom? Sa vjet? 101 vjet. Na të shkuar për umre për qef, me nxipi Stambollit e Medina i na lodhi na. Kjo është dallim i madh. Mes dikujt që në Prishtinë e thellë e ka marrë gjithë atë rrugë, edhe ka vdek jashtë Medinës, se nder është me vdek në Mekë e në Medinë, edhe hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thonë kush mundet me vdek në Mekë e të vdes, por sahabët e kanë kuptuar që me vdek duke bë shpërndarjen e fjalës së Allahut është më e vlefshme se me vdek në Mekë. Por që ata kanë ikë e prej Mekës, e prej Medinës në për dynjë. Me përhap, ka thonë Allah, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se dhe na çështu si sahabë çto kena kuptuar. Kjo është feja. Se në fund që saj ka thonë Allahu, wa raditu lakum al-islam dina, unë jam i kënaqur që çështu që she keni fejen ju, çështu më kon feja juve. Me sahabët ama jo masanena kush do me qit bidat të treja, veç më kthyja atje, çish kanë thonë ata. Rastin e parë që kemë me përmen është Bilali radiallahu anhu. Për shkak se sahabët, Allah subhanahu wa taala i ka përzgjedh me quë, me jetue me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Sahabët i kanë përzgjedhur. Nuk në konë rastisht sahabët me jetue me pejgamberin sa. Ja. I ka zgjedh Allah subhanahu wa taala zemrat më të mira të njerëzimit me jetue me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe me bart amanetin fjalën e Allah, fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe çdo histori që mrin te na sahabëve e sakt
nuk është e rastësishme. Aty ka mësim. Pse kam ri që ka ngjarje e sahabiut të na, me pase kushdo që i përshtatet që ati nivelit do të më bësh ashtu. Kush e ka nivelin tjetër do të më bëj kështu. Kush e ka nivelin tjetër do të më bëj kështu. Se sahabët kanë qenë në kategori të ndryshme. Ai që ka pas dituri, këta që kanë dituri do të më hecë qasajde. Ai që ka pas trimni, këta që kanë trimni do të më hecë sikur ata. Ai sahabi që ka pas pasuni, musliman do të më hecë sipas asaj që kanë hecë këta. Ai që s'ka pas kur gjë hiç. Këta që s'kan kur gjë hiç për muslimanëve do të më secili është jo i rastësishëm për neve, por me qëllim ka ardhur ky tregim deri te na. Bilali radiallahu anhu. Bilali para se me ardhë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pejgamber ka qenë rob. I prum prej Afrike, në Mekë, mushrik të kanë zonë rob. Rob pa kur far vlere. Kur ka ardhë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, automatikisht robi ka dalë kundër pronorëve të vet. E ka besu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ashtë vjen e bëgjeli, thotë, qysh ti ai robi ime, qysh shkon te ai? Nëse jena të guxu me bo sunetin e pejgamberit sa pini shefi që me parë e të punu të aj, nuk je robi ti në Allah. Që do të thotë çfarë dallimi i madh është? Bilali rob, ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, patroni i tij nuk e beson pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Edhe e lufton, ky thotë jo, ky e ka mirë se ky o pejgamber. Nëse kena një fuqi me boni kundërshtim, këtë dikuna thjesht që është i parëndësishëm hiç, se përqësi me shku me punue, të gjonë 100 siguraj që i kje. S'moj me falë drekën, se s'moj me shefi, s'moj me shku aty, se s'moj bëhet kjo, s'moj me bo këtër, se... Pse Bilali si ka pas të arsye? Pse s'është e Bilali? Valla, Muhamedi alësam është njeri mirë, ama ona s'moj, se unë jam robi Ebu Gjehlit. Ebu Gjehli është i vrasht, edhe ligjin e ka ndur vetë, edhe me do është e mytë krejtë, sigur që e ka provu me bo. Mësimi që nxirret prej Bilalit radiallahu anhu. Pse prej Bilalit? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke qenë gjallë Bilali, e ka përgëzuar se i banor i xhennetit. Po çeto, se çka veprim që ka bë Bilali, nuk është i rastishëm. Thonë me besue pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe me mojt fen, pa marrë parasysh. A don baba as don, a don nona as don, a don mësuesi as don, a don shefi i punës as don, a don kryetari kush hiç këtë parëndësinë ata. Në krahasim me besimin e Allahut edhe pasimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por kur ka besu Bilali, mos kujtoni që ta na ka pshtuar lehtë. Nuk ka pshtuar lehtë. Nëse Allah subhanahu wa taala thot në Kur'an: "Ahasibtum an tadkhulu al-jannata wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum." Mos po menoni që keni hyrë në xhenet këtë kollaj? Ja, gabim është kjo. Kush do që menon se ka me hyrë në xhenet këtë për marak, o leje se ty bën hiç në xhenet ti hiç kur. Si i bashkosh kështu hiç. Se kallaj për kallaj ja kishin një sahabët, ja s'kishin kush, po s'kan mujt. Let për let kishin pejgamberi sa po s'ka mujt. E dini sa ka vujt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kush logjika pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me përjetuar gjitha të vujtje, na sy për marak. Këtë dynja për marak, në dynja për xhenet, fluash Allah. Ky gabim i fes, kuptimi i gabum. Se ti nuk je më i mirë se Bilali. As nuk je më i mirë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. As e tjetër për sahabive. Bilali ka besu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po çka ka ndodhur? Se ne kur e besojmë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ne jemi të dashur me fitu xhenetin, jo këtu, këtë dunjë. Se kështu që shmenojnë disa njerëz, kështu kanë menuar mushrik në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një herë një vit në Medinë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas suksese të mëdha. Dhe ka marrë pasuni të mëdha, edhe u ka shpërnda njerëzve shumë. Sa që në transmetim thot ka ardhur njëri pejgamberi sa më ka dhënë një lugin dele, ati tjetrit 100 deva, ati tjetrit se shumë pasuni. Dhe në atë vit
thot transmetuesi, nëse kanë bjellë kanë herë, atë vit kanë 2 herë. Edhe bereqeti i tokës me 2 fish. Një fish sa që e mushrikëve thonë ku këta muslimat u knaqen. Dhe në të dhite lopë që pjellin kanë 2 herë. Toka bereqet për marak, pasunisa duni, shkojmë të pranojmë islamin, se ku ka mirë. Kjo gabimi, këto është defekti kur hinë në islam. Kushdo që hinë në islam por me rregullua çështjen e dunjos, o gabim, çështja e dunjos nuk rregullohet me islam, ajo rregullohet ndryshe. Me islam në të shumtën e rasteve prishet. Kanë shkuar në Medinë, kanë pranuar islamin. Në vitin e arshëm, thot transmetuesi, jo ka 2, pas kanë pjell hiç, as dhënt, as lupt, as bollicat, as kurgjë. Sahabët nuk kanë fituar kurgjë as në sen hiç. As në plashkën e luftës, as kurgjë hiç. As ka rashi, as ka dhënë toka bereqet hiç. Mas një vjetë e uve, kjo fiko ka keqe, po keqe vëlla. E keqe se ke hinjet i ke gabim, për shka ki arë në këtë fe, Allah. Nëse ki arë në këtë fe për me fitu ahiretin, hec. Nëse ki arë në këtë fe me regullu që është të njës, o leje fejnë se kjo nuk është e tilë. Kjo është për qëtër gjanë, për qëtër sen është e planifikume. Për qëtër sen e ka qua Allah subhanahu wa ta'ala fejnë. Fejnë regullat me fitu ahiretin. Ndalesat, urnesat me fitu ahiretin. Bilali Basani sprovohet. Edhe qëndron sprov. Tash mas davetit, më njerë vjen qëndrueshmëria. Fen, po duhet me mësu për veti. Edhe duhet me mësu të tjerve. Por, kur të vjen sprova, duhet me qëndru. Cila dën tjena ajo? O le nebluwannakum. Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an thot, gjithë se si kemi mjë sprovu. Nuk është e mundshme një besimtar, ka hi në islam mirë, ama sprova s'ka. Ja, së është e mundshme. Edhe sprovat me ngatruhe, me hajgare nuk ban, se një hoqë këm pas një herë të ke, meta qytetë së në gjësha parking, sprove modhe me kërë. Ja Allah shumë, e kja ruat apterin të shpia, sprove modhe. E të ka metë parryma, vëdi? Nuk do të me ngatru këto. Jo, sprove është me këshyrë që shënë sprovu sahabët, mos luni me sprovën. Se sprovë se së në gjonë parking kur gjësë është ajo. Sprova është ma të ka ndodhë vlo diçka e ngjashme me atë që ka ndodhë sahabëve. Kur gjohesh, apo thërë diçka me gjas nuk jenë në rrugën e tynve, se më kanë rrugën e tynve, tash në qatë rrugë ata kanë kapërcy, kanë pas qatë pengesa, në qatë rrugë ti kalon, s'ka pengesa heq, kush i heq qatë pengesa, kja s'është e mundshme. Nëse jenë në rrugën e sahabëve, ka me të ndodhë e ngjashme me atë që ka ndodhë sahabëve. E kur të ndodhë e ngjashme me atë që ka ndodhë, është detyrë e jonja me qëndrua qysh kanë qëndru ata. Bilali ka qëndru. Ma po të misë me e kanë bëha të tërturat ata, ja, ma ja. Veç, ehadun ehad, vish një, Allah, hiç s'ka. Mëre këshire e kena një farë interese, në ashtë në mësane, o hiç, bre, hiç. Kemi thonë, a Zoti unë është Allah, thumë më stekamu, masanena, o krypuna ma, nuk bëjmë zëvënsime, ndrime, mashtrime, me përzije, jo. 2. Një sahabi tjetër, Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, i cili e ka pranu islamin në fillim, kur ka arë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, dhe ka qenë për njerëzve më të pasur në Mekë. Kur ka arë koha me po hijretin, me shkua prej Mekës në Medinë, edhe prej Mekës në Medinë, muslimat kanë shku pizorit, se s'ka shku pi qefit, e kanë lënë me shpia, me pasunije, me qako. Për me mbrojt fejnë, se feja u bo problem. Aty, s'lanë mushrikt. Kur ka shkua prej Mekës Medinë, Abdurrahman ibn Aufi, as një gjo me veti, hupi pasunia kret. Më konë tash u këndosht, a mi thonë hopa, me qua në për mjeka, me ku e di shka, se do mu trenu njëri, pse i ka met pasunia që.
Jo, Abdurrahman ibn Aufi, jo. Shkon në Medinë. Kur ka ardhur në Medinë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, veprimin e parë që ka bërë, dhe këto sigurisht e dini, por është shumë më rëndësi me qitë në praktik, veprimin e parë që ka bërë, pasi që ka ndërtuar xhamin, i ka vllaznuar muslimanët mes vete, të Mekës me të Medinës. Se s'bëhet ndryshe, pa u bë muslimanët vllaznin mes vete, nuk bëhet ndryshe, nuk hec puna përpara. Dhe Abdurrahman ibn Aufi u bë me një ensar, ai ensariu i ka thonë Abdurrahman ibn Aufit, gjysën e pasunisë teme po ta jap ty. Tash gjithë se cilin veprim të sahabëve ka urësi, Allah, qysh është e mundshme. Një njeri që se ke pa kurrë, veç se ka ardhur prej Mekës në praktikim të fesë, edhe mi u bashkangjit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ky ja jep gjysën e pasunisë. Atë shkon gjysa e pasunisë. Me marë shpijen me adhon gjysën, me marë tokat me adhon gjysën, me marë pare, çka ka diçka, krejt me nda për gjysën. Kjo është veprimi i sahabiut Medinës. Por shifë në shka thot Abdurrahman ibn Aufi, Allah shpërbleft, thot, ja s'duhe. La hawla wa la quwwata illa billah. Neve tash Allah, përveç atë që e ka mëshirua Allah, se milioner mi thot, më konën, mi adhon dhe 100 euro të sadake si merë. Hadi hiç gale nuk e ka hiç. E gjon dyqysh që i takon edhe ja bën dyqysh. Abdurrahman ibn Aufi jo. Po ta jep gjysën e pasunisë, Allah dhosh bereqet në pasuni. S'du pasuni. Por kallxom ti mua ku tregu, se unë shkoj punoj vet. Tani na jem pasus sahabëve, as një punë me dorë se prek. Po si e pasus si sahabëve, jo. Se kush punon tani ose të më dal me vjedh, ose të më shku mi morë bashkë mos më këthy njerëzve, ose të më lënë fëmijët pa ushqimin e duhur, ose dush me bë diçka keq. Abdurrahman ibn Aufi i ofrohet gjysa pasunisë, thot, ja se du, se po du me punu unë, o djalë. S'po du me morë pasunisë, ti ma dhënë mu hazër. Se cili sahabi e ka siguruar jetesën nga aftësitë e veta. Pyeti sot musliman, sa kanë aftësi profesionale, si cilin profesionin e vetë. Sa lexoni për çat profesion, sa jeni të përpikt në punën që e bëni, sa doni me fitue për asaj që e punoni, qoftë me tregti ose me zanat ose me punë. Jo, Abdurrahman ibn Aufi tregu ku është, se ka qenë tregtar. Dhe shkon Abdurrahman ibn Aufi në treg, rrebohet me kalimin e kohës më i pasur i Medinës. Ai që ishte më i pasur i Mekës, ka ikë prej Mekës për çështje të fesë, ka met pa kur gjë hiç, ka ardhur në Medinë, ju ka ofruar gjysa e pasurisë një personi, se ka pranu, tregon mu ku është tregu se unë shkoj bëj tregti vet. Kur ka shku ka bëj tregti vet, me kalimin e kohës u bëj prej pasunikëve më të mëdhtë Medinës. Se nuk e humb kur Allahu subhanahu wa taala dikën që bën për hir të Allahut diçka. Menon dikush që ti bën për Allahun edhe Allahu ta qet poshta, ja. Menon dikush që bën për hir të Allahut, pa Allahu s'ja vlerësoja, jo vallahi kur rriç. Abdurrahman ibn Aufi u bë prej pasunikëve më të mëdhenj në Medinë, edhe shumë herë ka dhënë shumë marrëmendse për përgatitjen e ushtrisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për ndihmën e jetimave, për ndihmën e fukarave dhe të tjerëve. Në një rast komplet karavanin që ka pas të ngarku me deve, me gjithçka, që i ka kthye, që ka shku, ka marrë mall, pa e shpras kur gjë hiç, krejt e ka shpërnda, pa quhet diçka të shtëpia vet kur gjë. Edhe para se me vdek, përsëri ka qenë pasionik shumë i madh. Dëgjoni çka ka bëu Abdurrahman ibn Aufi me pasuninë e vet, para vdekjes. Thot, pasuninë teme që kam, duhe mas vdekjes teme mjav shpërnda kush e di kuna.
pjesëtarëve të Bedrit. Është e qartë? Abdurrahman ibn Aufi, që ka humbur pasurinë komplet në Mekë, por me shkuën në Medinë me për bashkangjit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj përsëri u bën një prej pasurive më të mëdhaj dhe ka dhënë shumë në rrugën e Allahut para se me vdek përsëri pasuriku më i madh, kur të vdes unë, pasunia e jeme në të shërben për nevojat e pjesëtarëve të Bedrit. Për çka bash pjesëtarët e Bedrit? As ka mund të më gjetë do veteran tjera. Po ndërse ti që aty ku i ki imanin, që aty fol, ka e zagare shkon nuhut fola që për qafira, se që jam me bo, që aty është, kufrin e ka që aty. Kjo ka pas imanin që tërkon. Qa bëhet me pasunin të me kur desule? Ja vjepni pjestarve të Bedrit. Hadithin e sakt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, inna Allaha nadhara ila kulube l-Bedr. Allahu subhanahu wa ta'ala ka këshyr, ka shikuar në zemrat e pjestarve të Bedrit. Fe kale lahum dhe ka thonë atinve, i'malu ma shi'tum, bëni qka të duni, fe inni qad ghafartu lakum, të falta i keni. Këto ka ditë Abdurrahman ibn Aufi, ku du të me dhonë pasunien. Atyre që Allahu ja ka pas zemrat edhe ja ka falë gjunat pa i bo hiq, edhe pse ata s'kan bo mo. Pse me dash pjestarët e Bedrit që shumë? Pse ka ndihmuar shumë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Pse ai tjetër i don pjesëtarët e kufrit? Se ata për kufrin e vet për çdo. Se secili e don atë që e ka në mrena. Kështu kanë ardhur hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kush ka pasuni në ta ndjek shembull Abdurrahman ibn Aufit. Kush është i dobët në ta ndjek shembull e Bilalit. Ama shifni Aliun radiallahu anhu. Aliu radiallahu anhu, sahabe i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilin është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala, edhe i përgëzuar me xhenet duke qenë gjallë në këtë dynjë, e ka pranuar Islamin prej të parëve në Mekë duke qenë i ri. Kur u bën hijreti në mashtrim të mushrikëve, se mushrik kanë pru e vendim, e kanë bën mbledhje me në zonë me mytë Muhammed në rësam. Mos me lon as me ik. Se interesant është kjo punë. O apo iki, ja as me ik zban. Veç, do të me mytë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka udhëzuar Aliun radiallahu anhu me shkua me flet natën kritike në shtëpinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, në shtratin ku flet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ama kretu konë e dishme se ata kanë marrë me mytë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. A dini shka, më na Zoti na rujt, më na thonë neve, o i dërgumbi Allah, po vit po mbysin bea, bon me shnini thes me menu, na 100 ide i kish me qitë. Jo, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shka rriti aty. Dhe kur kanë ardhur mushrik me mytë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kanë ardhur ata për me, kur kanë hekë kanë pa që është Aliu radiallahu anhu, e sukon qëllimi tynve. Thënë, shifnë se Aliu radiallahu anhu djallë i ri, se u kon i fëmi, kër e ka pranu Islamin, mas 13 vjetëve më njëherë, u kon dash me po hijretin që është në rini, shifnë qëfar sakrifice ban për me e ndihmua më një form ikjen e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Me ndihmua më një form ikjen e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Cila është ajo? Nëse na e vrasin Aliun, ndasht. Veç në të pështon Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ky ka qenë besimi i sahabëve. Ky ka qenë kuptimi i vërtet i fesë së Allahut subhanahu wa taala. Dhe ky është kur thomë se Kur'anin edhe hadithin ta kuptojmë sikur e kanë kuptuar sahabët, me punuar që kanë punuar sahabët, Allahu subhanahu wa taala qoftë i kënaqur me ta. Për shkak se ata kanë kallëzuar në praktik se qysh besohet Allahu edhe qysh punohet për fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe e fundit për këtë rast Omar ibn al-Khattabi radiallahu anhu. Omar ibn al-Khattabi radiallahu anhu, para se më bë musliman, ka qenë i njohur në Mekë
për fuqi shumë i fortë, edhe llojin e vet të ashpërësisë. Sa që njerëzit në Mekë, po edhe masi u bë musliman, ka tregime shumë interesant me të, nuk kanë pas qef më taku në rrugë me Omer ibn Khattabin. Edhe nëse kanë bërë dikun larg, e kanë bën e farë zgjidhje më u largue. Edhe kur nuk u konë musliman, edhe masi u bë musliman. Fëmijë ka transmetime të sakta, fëmijët e sahabëve kur kanë po mirë nu dhe kanë ikë. Përveç Abdullah ibn Zubairit ka thonë, jo, më shka me iku, nëse këmë bë kur gjo, është një rast shumë interesant. Pse ka nikë, se jo që kishë bë keq ky, po për shkak të autoritetit të madh që ka pas Omer ibn Khattabi radiallahu anhu, personalitetit të madh që ka pas, edhe kur nuk ka qenë musliman, edhe masi që u bë musliman. Duke qenë në Mekë, o konë një prej kundërshtarëve më të mëdhaj të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe një ditë prej ditëve në idhnim e sipër, o nis me shkue, në ka në transmetim, thotë ka shku menja, me shku me i bë keq dërgumit të Allahut. Një ditë prej ditëve, në idhnim e sipër, shka u ky Muhammed, shka fol ky kështu, pse po i ofendon zotat e tuaj, pse thirr ky nat, kjo bën, kjo s'bën, kjo lejohet, kjo s'lejohet. Thotë kam menu me shku me i bë keq. Edhe kur niset me shku me i bë keq, ky nuk e ka ditë, radiallahu anhu, se motra vet edhe dhëndri vet e kanë pranuar Islamin. Shkon te shtëpia me u përgatit me i bë keq pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjatë rrugës të shkuë, dhëndri vet edhe motra vet e kuptojnë se është në idhnim e sipër dhe mendojnë se ka ardhur me i bë keq pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurset Omerin der, dhëndri vet njëri i zakonshëm musliman, jo me nej fuqi fizike të madhe, jo me nej autoritet të madh sikur që u konë Omer ibn Khattabi, jo me diçka të veçantë, ka thonë po vjen Omeri, çka më bë? Përgjigja, shifni përgjigjen e sahabijut. Thotë nëse ka ardhur për mirë, mirë se vjen. Nëse ka ardhur me bë keq pejgamberit të Allahut, tash e shefaj çka i bojmë me atin. Kuna Omer ibn Khattabi apo dhe? Kushdo që e merr guximin me e sulmu Kur'anin, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çka më bëu atina? Pse me sulmuat i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Na është për mirë, ama që do me i bë keq dërgumit të Allahut, të kallëzojmë na çka bëhet. Po kjo është Omeri, kush do morën të jenë? Bash nuk e kanë pas gale sahabët se është Omeri hiç. Kur është në pyetje, fjala e Allahut, fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj tregime që Omeri ka pranuar Islamin dhe të tjerave, masalena e kanë ndihmuar fen ashtu qysh e kanë ndihmuar. Por fundimisht themi se nëse dëshirojmë me fituar xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, rruga është vetëm një, nuk janë dy, as nuk është më shumë. Ajo është e qartë dhe thjesht, nuk është e komplikuar. E shkruar me shkronjën në librin e Allahut, edhe transmetuar me hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të na, dhe e shpjeguar nga dietarët sipas kuptimit të sahabëve, kushdo që e ndjek këtë rrugë ka me fituar shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.